Autoritetet e Serbisë njoftuan se kanë dërguar në Francë kërkesën për ekstradimin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, të cilin Beogradi e akuzon për krime lufte. Zoti Haradinaj po mbahet në paraburgim në qytetin Kolmar të Francës lindore, që nga 5 janari, kur u ndalua në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga autoritetet serbe 13 vjet më parë. Ndalimi i tij nxiti reagimin e institucioneve dhe partive politike në Kosovë, që sot debatuan në një seancë të jashtëzakonshme në parlamentin e vendit, ku bën thirrje për lirimin e tij të menjëhershëm. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Autoritetet serbe thanë të martën se u kanë dorëzuar organeve franceze të drejtësisë kërkesën për ekstradimin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, të cilin Beogradi akuzon për krime lufte. Gjykata në qytetin Kolmar në Francën lindore duhet të shqyrtojë kërkesën para se të marrë një vendim për zotin Haradinaj, i cili po mbahet në paraburgim në atë qytet që nga 5 janari, kur u ndalua në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga autoritetet serbe 13 vjet më parë. Ndalimi i tij nxiti reagimin e institucioneve dhe partive politike në Kosovë, të cilat bën thirrje për lirimin e tij të menjëhershëm, ndërsa tashmë avokatët mbrojtës kanë bërë edhe kërkesën zyrtare për lirimin e tij. Për të njëjtën është paralajmëruar një seancë rreth zotit Haradinaj. Sot ndërkaq Parlamenti i Kosovës debatoi për çështjen Haradinaj duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të tij. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa shprehu siç thash shqetësimin dhe papajtueshmërinë me ndalimin e Ramush Haradinaj në Francë. Ai tha se flet arrestet serbe për qytetarët e Kosovës janë të paligjshme, të motivuara politikisht dhe me tendenca të qarta për të nxitur tensione e konflikte dhe për të dëmtuar proceset në rajon e Magjer. Qeveria në konsultim me autoritetet brenda dhe jashtë vendit është duke shqyrtuar masat adekuate të veprimit të saj, ndërsa Serbia duke keq përdorur mekanizma ndërkombëtar që merren me rend dhe ligj, do të vazhdojë me aplikimin e këtyre akteve të paligjshme dhe të pamoralshme politike. Prandaj për arsye që shpalosa më lart, unë shpreh bindjen e plotë se institucionet e Francës do të marrin vendim të shpejti që zoti Haradinaj të kthehet në Kosovë dhe që rastet të tilla të mos aplikohen në të ardhmen edhe ndaj qytetarëve të tjerë të Republikës Kosovës. Por partitë opozitare kritikuan institucionet e Kosovës për mosveprim për ndalimin e këtyre arrestimeve. Serbia nuk po heq dorë jo vetëm nga shtypja e shqiptarëve brenda kufeve të saj, por po i kestrajton e po ju sjell probleme shqiptarëve kudo që po mundet, siç ka ndodhur këto ditë edhe me arrestimin e zotit Ramush Haradinaj në Francë, bazuar në një urdhër arrest të pa bazë të Serbisë. Nuk po arrit të kuptoj se si edhe të fundit reaguat, edhe atë reagim e kishit të plagsht, ju që jeni të thirrur edhe në bazë të kushtetutës së Kosovës të mbroni qytetarët e këtij vendi. Zoti Haradinaj do të jetë në Kosovë për shkak se s'ka asgjë, asnjë llogari të pambyllur me drejtësinë. Dhe ai do të jetë në Kosovë fal angazhimit të tij, sakrificës së tij, luftës së tij drejt, pastër dhe betejës së tij që ka bërë në Hag. Jo fal angazhimit. Po të ishte për angazhimin e qeverisë, ai nuk do të ndalojë. Prandaj duhet të fillojmë me masa preventive dhe jo mos ta ndodhen gjërat dhe të vazhdojmë të jetën ne me reagime. Kjo nuk është hera e parë që zoti Haradinaj ndalohet në bazë të një urdhër arresti serb. Në qershor të vitit 2015 ai u ndalua në aeroportin e Ljubljanës në Sloveni, derisa po kthehej nga një vizitë zyrtare në Berlin. Autoritetet në Kosovë kanë kërkuar disa herë nga policia ndërkombëtare Interpol që mos të merren parasysh flet arrestime të lëshuara nga autoritetet e Serbisë për qytetarët e Kosovës. Kërkesat kishin pasuar disa raste të ndalimit nëpër aeroportet të ish-drejtuesve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në bazë të flet arrestimeve të lëshuara nga Beogradi. Mosnjoja e pavarësisë së Kosovës nga një numër shtetësh që janë edhe pjesë e Interpolit e vështirëson shumë edhe bashkëpunimin e saj me këtë organizatë. Ndalimi i tij në bazë të një urdhër arresti serb ka shtuar tensionet në marrëdhëniet edhe ashtu të vështira ndërmjet Kosovës, e cila shpalli pavarësinë e saj në vitin 2008, dhe Serbisë që vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e saj, megjithëse është përfshirë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në shkëmbim të afrimit me Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.